€250 për një sirë gjome, €400 për një mështirë, deri në €1.400 për një vizë pune në Gjermani. Me këto premtime, një mësuese nga Peja arriti të mashtron të 10 qytetarë për vite me radhë. Bëhet fjalë për Gjylfidane Morinën, ndaj të cilës prokuria themelore në Pejë ka ngritur akt akuzë për veprën penale mashtrim, duke akuzuar se gjatë periudhës së vitit 2022-2024 përfitoi në mënyrë të kundërligjshme para nga qytetarë të ndryshëm në rajonin e Pejës. Sipas akt akuzës, Morina prezantohej si menaxhere e organizatës jo qeveritare Ne jemi pjesë e botës, duke premtuar qytetarëve grante dhe donacione të ndryshme. Objektivi i saj, sipas organit të akuzës, ishin kryesisht familjet në nevojë dhe gratë kryefamiljare, të cilave u premtonte përfitimin e lopëve si donacion. Për të përfituar një krerë lopë të dëmtuarve u kërkohet të paguhet deri në €300, ndërsa për një mështirë €400, me arsyetimin se pjesën tjetër të vlerës mbulohej nga granti. Mirë po, sipas prokurisë, donacionet e premtuara nuk u realizuan asnjëherë. Akuza e siguruar nga Gazeta Nacionale zbulon se skema e dyshuar nuk u ndal vetëm me bleg të ri. Morina akuzohej se u premton të bujqve edhe sira xhami prej 100 metra shkatror, duke i thënë se ato do të siguroheshin përmes OJQ-së së saj. Për një sirë me transport dhe montim, ajo merrte nga €250, ndërsa në raste kur bëhej fjalë për sira më të mëdha, kërkohej deri në €1.200. Sipas akt akuzës, në disa raste parat janë marrë edhe në oborrin e shkollës ku Morina punonte si mësuese, duke u thënë qytetarëve se pagesat ishin pjesë e procedurave për subvencione dhe grante. Por skema e dyshuar e mashtrimit nuk përfundonte me kaq. Prokuria pretendon se Morina u kishte premtuar edhe sigurimin e vizave për Gjermani. Për këtë shërbim, ajo merrte shuma nga €400 deri në €1.400 nga persona të ndryshëm, duke u garantuar se procedurat ishin të përfunduara. Madje, sipas dosjes së prokurisë, pasi kishte marrë parat, ajo i kishte udhëzuar 2 nga të dëmtuarit të paraqiteshin në ambasadën gjermane, duke u thënë se aty do t'i prisnin 2 persona të tjerë për t'ia marrë dokumentat. Kur ata kishin mbërritur në ambasadë, mësuan se nuk ekzistonte asnjë termin i rezervuar në emrin e tyre. Pikërisht në ato momente kuptuan se kishin rënë prej e mashtrimit. Tashmë, Gjylfidane Morina përballet me akuzë për veprën penale të mashtrimit. Ajo ishte arrestuar me 17 shtator 2024, ndërsa akuza ndaj saj është ngritur me 27 korrik 2026.